Po, mirëmëngjesi për juve në studio dhe gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Po lajmërojmë këtu nga Vreshtat e Rahovecit, qyteti i cili që nga dje nuk është duke folur për kokrat e rushit, po flitet për kokrat që janë futur në kutit e votimeve. Nga të dhënat e KQZ-s kanë dalur për afërsisht 33% të qytetarëve të cilët kanë pasur drejt vote në këtë komunë. Nga të dhënat preliminare që janë publikuar në vetfaqen e këtij komisioni, kryeson AK-ja me kandidatin e saj Ismail Latifi, i cili në këtë zgjedhje garoi për një mandat të katërt. Përqindja është 37.28%. Falni shumë. Ndërkaq çka është e veçantë e Rahovecit është një ngjarje ngushtë mes kandidatit të dytë, ai që do shkojë në balotazh në raundin e dytë të zgjedhjeve të 9 nëntorit në këtë komunë, është Ali Dula i vetëvendosjes dhe Burim Krasniqi i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Diferenca mes votave është 134 sipas rezultateve preliminare të KQZ-s, ndërkaq sipas rezultateve që i kemi ne nga komisionerët të cilat nuk janë ende zyrtare, dallimi mes votave në gjitha vendvotimet që janë numëruar është 130 mes vendit 2 dhe vendit 3 mes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, çka bën të kuptohet që kandidati i dytë për balotazh, i cili do ballafaqohet me Ismail Latifin, do vendoset nga votat e diasporës. Dje në Rahovec mbrëm, pas mbylljes së vendvotimeve, nuk ka pasur ndonjë festë përveç AK-ja. Kandidati i saj Ismail Latifi bëri thirrje në Facebook, ku shkroi që është fituesi pa diskutueshëm, bëri thirrje që në orën 10 të natës të dalin dhe të festojnë në lokalet afër palestrës sportive këtu në Rahovec. Pati edhe gjuajtje me fishek zjarreve. Nuk ka pasur festë nga partitë e tjera, për shkak se siç e thash, pritet ende nuk është vendosur se nuk dihet se kush do të jetë kandidati i dytë i cili do përballet me Latifin në balotazh. Ndërkaq sa i përket procesit zgjedhor, nuk ka pasur ndonjë incident të regjistruar në ndonjëherë nga qendrat e votimit ose vendvotimet në këtë komunë. Ndoshta parregullësia e vetme e cila u publikua në media ishte vota për Rejmanaj, sulmuesin e kombëtarës së Shqipërisë, i cili shënoi golin e fitores në ndeshjen Shqipëri-Serbi. Ishte në Ratkoc, pikërisht në vendlindjen e kryetarit Ismail Latifit. Dikush nga votuesit zgjodhi që ta bëjë votën të pavlefshme dhe votën e tij t'ja jap pikërisht sulmuesit